Dua Lipa nuk është shqiptare e Shqipënisë. Nuk mundesh mi thonë shqiptare kur ajo ja pare për Kosovë. Nuk është e logjikshme me qitë atë flamurin e Shqipënisë. Tash përse aktorët e këngëtarët e Shqipënisë që janë të famshëm botëror nuk japin mbështetje pare anaj sa janë për Shqipëni e për rinin e Shqipënisë, na s'kem fal. Me morr monimin e dikujt Kosovës e mi thonë shqiptare e mi aqi flamurin e Shqipënisë atë, është si mja hub niren Dua Lipas. Në krejt atikur veç flite për faktin që Dua Lipa ka ja pare për Kosovë. E ku lidhet këtë për flamur Shqipënisë? E tash mos më hajdeni me flamuri i kombit. Nuk është flamuri i kombit, se kombi ju s'ka flamur. E kam një video tjetër ku e shpjegoj se pse. Edhe përse është lajm i mirë, dhe që çast më bot nervoz kur e pava, kish të kop. Po tani e pava se zëri e kish postu ç'është duhet. Nuk është zër me lidh në sen në ngjarje që ndodh për fakte e me përdor foto që ekzistojnë edhe Dua Lipës ku e marr flamurin e Kosovës ose ku ka fol me Vjosen Osmanin. Nuk është zër më gjet një foto ku Dua Lipa e pasqyron Kosovën e ju Shqipnin. E mos haro më bë follow se unë flas për çka s'flas më, unë flas për gjithçka. Hajde.